kam kënaqësinë t'ju konfirmoj se Partia Demokratike e Kosovës është fituese e këtyre zgjedhjeve. PDK ka fituar më së shumti komuna pa balotazh dhe është në më së shumti komuna në balotazh. Po ashtu, PDK ka marrë numrin më të madh të votave partijake, duke u konfirmuar si forca politike me më së shumti asamblejist në për kuvendet komunale. Dëshiroj të bëj një gjë të qartë sa u përket exit pollëve, me gjithë respektin për to, e vërteta është në kutit e votimeve. Konkretisht, sa i përket kryeqytetit, Prishtinës, kandidati ynë për kryetar, Uran Ismaili, jemi të bindur se është në balotazh. Këtë na e konfirmojnë ekipet tona nga tereni dhe matje tona të brendshme. Kjo do të konfirmohet edhe brenda pak orësh pas përfundimit të numrimit të votave për kryetar komune.